Këngëtari i njohur Blero Muharremi ka bërë një dedikim emocionues për bashkëshorten e tij, Eronitën, pas një dasme të paharrueshme që u zhvillua rreth 2 javë më parë. Ky moment nuk ishte thjesht një festë, ishte një dëshmi e dashurisë së tyre të pakushtëzuar dhe një shfaqje e emocioneve më të thella që çdo partner do të dëshironte të shprehte. Martesa e Bleros dhe Eronitës bashkoi miqtë dhe familjarët e tyre në një atmosferë të mbushur me gëzim dhe lumturi, duke bërë që çdo detaj të shkëlqente si një moment i veçantë nga përralla. Pas dasmës, Blero nuk ka nguruar të ndajë me ndjekësit e tij emocionet dhe ndjenjat e tij për Eronitën në rrjetet sociale, duke treguar jo vetëm dashurinë, por edhe respektin dhe vlerësimin që ka për partneren e tij. Një nga postimet më të fundit përfshin një foto të Eronitës teksa përgatitej për dasmë, dhe Blero e përshkruan atë si shoqen e tij më të mirë dhe shpirti i tij binjak, duke shkruar: As në ëndrat e mia më të çmendura, nuk mund të kërkoja asgjë më të mirë se ty dashuria ime, shoqja ime më e mirë dhe shpirti im binjak. Këto fjalë kanë prekur zemrat e shumë ndjekësve dhe e kanë bërë Bleron një nga figurat më të dashura në botën e showbizit, duke treguar se dashuria e sinqertë dhe përkushtimi janë ende vlera që çdo marrëdhënie e fortë mund të shfaqë. Ky dedikim nuk është thjesht një postim, është një kujtesë se dashuria e vërtetë është e rrallë, e bukur dhe e fuqishme, dhe se çdo moment i ndarë me personin që dojmë mund ta bëjë jetën tonë më të plotë.